Të nderuar shikues të RTS, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi tashmë në emisionin e rregullt gjatë muajit të bekuar, muajit Ramazan, në hijen e mëshirës. Njëkohësisht është dita e parë e këtij muaji, ku në emrin tim personal dhe të tërë stafit të RTS u urojmë muajin e bekuar të Ramazanit, duke dëshiruar agjerim të lehtë dhe vepra të pranuara, ndërkaq si zakonisht çdo vit edhe RTI ka program special gjatë muajit Ramazan, duke filluar me emisione dhe të drejt për drejta, njëkohësisht të gjuruara storytellingi e shumë çka tjetër, për shka edhe e keni tashmë edhe siglen reklamuese të emisioneve gjatë muajit Ramazan në RTI. Kështu do të jemi së bashku edhe me këtë emision, i cili është emëruar tash sa kohë në hijen e mëshirës, dhe kemi emisionin e parë dhe musafirin e parë për sot, Hoxh Bleri Muratin. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmetullah, mirë se u gjeta. Tema për të cilën jemi dakorduar bashkë me Hoxhën do të flasim për Ramazanin, muaj i pendimit dhe rikthimit te Allahu, por paraprakisht Hoxh urime edhe për ju edhe për gjithë muslimanët muaj i bekuar i Ramazanit. Faleminderit shumë, nus Allahun te baraka wa taala, na mundsoj që ta shfrytëzojmë ashtu siç ai është i kënaqur me ne. Ajo që po shohim në terren, ndoshta për shkak të kohës që Ramazani vazhdimisht po afrohet ka dimri pa më shkurt dhe më fllad, një pjesë e madhe po fillojmë me agjëru. Përkundër asaj që është propaganda tjetër, por fatmirësisht po shohim shumë rini, shumë djem, shumë vajza që po agjërojnë. Mira e të mirës për këtë vit, edhe për këto vite që po vinë tash në vazhdim është që Ramazani po bjen në stinën e dimrit. Edhe dimri që shtojnë dietarët është pranvera e besimtarit, ku ai ka mundësi me agjëru ditën e cila është e shkurtë, ai ka mundësi me fal natën, e cila është më e gjatë. Kështu që është edhe rasti i mirë dhe mundësi e mirë që ata të cilët nuk agjërojnë të fillojnë edhe të agjërojnë të binden urdhrit të Zotit të tyre. E kanë më lehtë me qenë se dita e shkurtër është. Atëherë Hoxh, shpesh dëgjojmë pse duhet me agjëru ose pse agjërojmë. Po, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendrojmë Allahun te baraka wa taala për mirësitë e tij të shumta, dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç tij, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte rob prej robërve të tij dhe i dërguari i tij i fundit, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme dhe fisnike dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Pse besimtari duhet të agjërojë? Ne e dimë që Allahu te baraka wa taala në surën Adh-Dhariyat na ka përshkruar me një cilësi cilën ne shumë shpesh po harrojmë. Ajo është robëria. Thot Allah te baraka wa taala, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun." Unë nuk i kam krijuar as njerëzit, as gjint për diçka tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. Ne shumë shpesh po harrojmë që ne jemi rob të Allahut te baraka wa taala. Po mendojmë që jemi njerëz të lirë, po mendojmë që jemi krijuar mu çun 7:30 sabahit me shkon 8 në punë, me kry punën kam 5 dhe mu kthin shpe. Edhe me kap çka të mujna prej kësaj dynjas. Allahu xhalla xjalaluhu na ka treguar shumë shpesh në Kur'an se pse i ka dërguar edhe pejgambert. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne kemi dërguar në çdo umet së paku nga një të dërguar. Për çfarë arsye? Që më ju thon njerëzve an i'budu Allah, adhuroni Allahun një dhe vetëm. Wajtanibu at-taghut, dhe largoni prej çdo adhurimi tjetër të kotë përveç adhurimit të Allahut te baraka wa taala. Po ashtu i thot Allah te baraka wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i drejtohet: "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Ne o Muhammed nuk kemi dërguar para teje ndonjë pejgamber vetëm se illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Vetëm se kemi shpallur atij se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç meje. Andaj ju më adhuroni mua. Po ashtu e dim që urdhri i parë në Kur'anin fisnik dhe thirrja e parë në Kur'anin fisnik për të mbar njerëzimin është ja ejuhan nas u'budu rabbakum, o ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj. Edhe ndalesa e parë në Kur'an, ajetin 9 në surën Al-Baqara, është fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Mos i bëni Allahut shirk, duke e ditë që ai vetëm, duke ditë se ai është i vetmi i cili ju ka krijuar juve, ju ka furnizuar juve, ja ka mundsu me pas tokën e shtrime, me ecë nëpër ta, me pas qiellin sikurse ndërtesë, ndërtim mbi juve, me zbrit shiun prej qiellit, pastaj toka me pranuat shi edhe me dalë mbjellurat. Krejt toka thon Allah xhallahu ala në rrezik për juve.
Andaj, fela taj'alu lillahi andada, mos I bëni shirk Allah te bareke ve teala, duke e ditë që krejt këto I ka bo Allahu xhalla xhelaluhu. Ndër këto adhurime është edhe adhurimi I agjerimit. Pse duhet të agjerojmë? Duhet të agjerojmë nga se Allahu xhalla ve ala në surën Al-Baqara në thot: Ja ejuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. I thret tash besimtarët, ata të cilët janë përgjigj me besim në zemër dhe me besim me vepra. O ju të cilët keni besuar, ju keni bind Allahut, dijeni që kutiba alaykumus siyam, ju është bërë juve obligim agjerimi. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, sikurse që ka qenë obligim edhe për ata të cilët ishin para jush, me çfarë qëllimi o Zot? La'allakum tattaqun, që ju të bëheni më të devotshëm, që ju të arrini devotshmërinë, të lani veset e këqija, të shtoni punët e mira me të cilat Allahu xhalla xhelaluhu është I kënaqur. Ndër ajetet e tjera, po ashtu në surën Al-Baqara, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Kush do për juve që arrin Ramazanin duke qenë gjallë edhe shëndosh, atëherë le të agjeroj atë muaj. Ne e falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu sinqerisht, I cili vit pas viti na mundson ta arrijmë s'pari Ramazanin. Pastaj na mundson që ta shfrytëzojmë Ramazanin, na mundson ta agjerojmë ditën e tij, edhe nëse është e shkurt, po edhe nëse është e gjatë. Na mundson ta falim natën e tij, edhe nëse është e shkurt, edhe nëse është e gjatë. Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Në surën Ibrahim thot: "Përkujto Muhammed kur Zoti yt tha: La in shakartum, nëse ju falenderoni, la azidannakum, patjetër se unë do t'ja ushtoj mirat. Wa la in kafartum, nëse ju mohoni dhe nuk falenderoni, inna adhabi la shadid. Dijeni që dënimi im me të vërtetë është dënim tepër I rënd edhe tepër I vështirë." Pastaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi prej Ibn Omerit radhiyallahu anhuma, na tregon se buniyal islamu ala khams. Ky islam, kjo fe jona, është ndërtuar mbi 5 shtylla bazike dhe kryesore. Shahadati an la ilaha illa Allah, dëshmia se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush tjetër përveç Allahut. Fjala la ilaha illa Allah, fjalë për cilën çdo besimtar duhet të jetojë edhe duhet të vdes për ta. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden Rasulullah. Kjo është pjesë e dëshmisë apo kushtit të parë, apo ruknit të parë të kësaj feje. Dëshmia se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte rob dhe I dërguari I Allahut. Pastaj thot wa iqamis salah. Shtylla tjetër, e dyta me rend, edhe në renditje, po edhe në vlerë është namazi, falja namazit. Wa ita'iz zakah, edhe dhënia e zakatit. Wal hajj, kryera e haxhit për ata të cilët kanë mundësi, wa sawmi Ramadan. Shtylla e pestë edhe kryesore mbi cilën është ndërtuar Islami është agjerimi I këtij muajit, e që është muaji Ramazan. Ne e dim që Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an na ka treguar që janë 12 muaj. Po nuk janë muaj të cilët na shpesh I marrim, domethënë për mbështetemi ta dhe jetojmë mbas tyne, po janë muaj për cilët thot Allahu xhalla wa ala në surën At-Tauba: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Tregon se Allahu xhalla wa ala ka vendosur në librin e tij që të jenë 12 muaj, e që janë muajt hijri, muajt e kalendarit hënor. Dhe pastaj na tregon që 4 prej tyre janë muaj të shenjtë, dhe ndër këta 12 muaj që Allahu xhalla xhelaluhu ka përgjigjur për neve, është edhe muaji I Ramazanit për vlerat e të cilit do të flasim në vazhdim inshallah. Kush duhet të agjeroj? Se shpeshher pra dëgjojmë që nuk mundem të agjeroj I smut me arsye të ndryshme, mirë po, parimisht kush duhet të agjeroj? Kush ka obligim? Po, shariati jon, Kur'ani dhe Suneti, dy shpallët e Allahut te bareke ve teala, I kanë precizuar këto gjëra. Kush duhet të agjeroj? Prej kujt Allah te bareke ve teala e kërkon agjerimin? Edhe ka Allahu xhalla xhelaluhu e obligon me agjerim. Ne e dim rregullën e madhe edhe të famshme kuranore që la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu xhalla xhelaluhu nuk e ngarkon askën prej robërve të tij më shumë se sa që ai ka mundësi. Fillimisht për të bërë agjerimi obligim, njeriu duhet të jetë musliman. Nga se agjerimi I jo besimtarit nuk pranohet. Fillimisht pra njeriu duhet të jetë
besimtar musliman i nënshtruar ndaj ligjeve të Allahut xhalla xhelaluhu. Pastaj ai musliman do t'i ketë disa cilësi. Cilësia e parë që do ta ketë është të jetë në moshën madhore. Pra, Allahu xhalla xhelaluhu nuk e kërkon agjerimin prej fëmijëve. Nuk e obligon fëmijën i cili nuk ka arrit moshën madhore që të agjeroj. Kjo është e dyta. E treta që kërkohet që njeriu të jetë me mendje, që të mos jetë i çmendur, apo për shembull mos jetë në gjendje që për shembull i ka rrot fekt, edhe nuk e ka mendjen duke i funksionu. Pra, do të jetë në moshën madhore, edhe do të jetë i mençur që ky agjerim t'i bëhet obligim. Gjithashtu, ai njeri do të ketë mundësi apo aftësi shëndetësore. Pra, të mos jetë i smut, me smundje e cila e rëndon tepër shumë dhe s'ka mundësi me agjeru, apo edhe nëse agjeron dëmtohet edhe më shumë. Dhe gjithashtu, ai njeri lejohet që apo duhet që të mos jetë tepër i shtyrë në moshë. Nga se njerëz që janë tepër shtyrë në moshë zakonisht nuk kanë mundësi me agjeru. Por nëse kanë mundësi edhe ata obligohen me këtë agjerim. Edhe kushti i pestë i cili do të plotësuar është që për të qenë domethënë agjerimi obligim do të jetë jo mysafir, po do të jetë vendas. Nga se Allahu xhalla xhelaluhu mysafirit ja ka jep një mundësi shumë të mirë e që është me prish agjerimin, nga se çdo udhëtim subhanallahu e ka atë lodhin e vet, peripetit e veta. Allahu xhalla wa ala ka thënë: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Kushdo prej juve që është i sëmur dhe shpreson që ai pastaj shërohet mas një kohe, apo edhe është udhëtar, ai atëherë të agjerojë disa ditë tjera jashtë muajit të Ramazanit. Tek çështja e sëmundjeve ose pleshërisë shpeshherë keq kuptohet kjo punë dhe me pak rëndim të shëndetit nuk agjerojnë. Pra duhet bëjë një shpjegim edhe në emisionet tona ka pyetje të shumta sa përket arsyeve shëndetësore. Pra është një çështje që ka herë po kesh përdorin se mund të them kushtimisht prej një pjesëve që janë label ose nuk janë shumë vendosur. Po, është vërtet. Ka mundësi që shumë shpesh njerëz domethënë gabojnë këtë çështje, me qëllim ose edhe pa qëllim. Atëherë, a mund ta ndryshojë një Ramazan tërë jetën e njeriu, ose si është e mundur që Ramazani më ndryshuar tërë jetën e një personi? Padyshim që ka mundësi që Ramazani të jetë shkak për ndryshimin e komplet jetës së një personi. Edhe elhamdulillah kemi raste të shumta që po besoj edhe unë edhe ti, ne kena pas ka një Ramazan dikur që u bë shkak me ne ndryshu jetën. Allahu subhanahu wa ta'ala për mirësisë e tij thënë Kur'anin fisnik wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dhe Zoti yt Muhammed krijon çfarë të doj dhe zgjedh çfarë të don. Domethënë për mirësisë Allahu xhalla xhelaluhu është që për neve i ka kriju këta muaj edhe e ka përzgjedh muajin Ramazan të jetë muaji i agjerimit, muaji i ngritjes, muaji i mirësive edhe vlerave të shumta. Pra, vetë fakti që Allahu xhalla xhelaluhu e ka ngrit Ramazanin sikur muaj, kjo na tregon që përmirësimin të është tepër më i lehtë se sa përmirësimi në muajt e tjerë. E ne e dim që Allahu xhalla xhelaluhu prej neve don që ky Ramazan më ndryshu. Edhe nuk kërkon Allahu xhalla xhelaluhu prej neve që na me ulodh duke mos ushqy apo duke mos pi pije ndryshme, edhe duke mos pas marrëdhënie intime me gratë tona, nga sa Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka nevojë për neve. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në surën Fatir: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah." O njerëz, jo jeni nevojë për Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allahu xhalla xhelaluhu është ai i cili nuk ka nevojë për askënd. I mjafton vetja e tij, edhe është i lavdëruar gjithmonë. Edhe nëse unë edhe ti nuk e lavdërojmë me lekt, i ka emrat e tij të lartë, i ka cilësitë e tij të larta. Vet subhanahu wa ta'ala me qenin e tij është i lartë. Andaj nuk ka nevojë për neve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Kushdo prej juve që nuk e lën fjalën e keqe edhe veprën e keqe gjatë agjerimit, le ta dinë që Allahu te baraka wa taala nuk ka nevojë për agjerimin e tij, nuk ka nevojë që ai me lon për hir të Allahut ushqimin e tij apo edhe pijen e tij. Si kthehemi te Allahu përmes agjerimit? Agjerimi padyshim që është, siç e përmendëm, ibadet, adhurim prej adhurimeve të mëdha, mbi të cilat
edhe ndërtohet vetë Islami. Çdo adhurim për të pranuar te Allahu te bareke ve teala do të përmbush dy kushte kryesore. Kushti i parë është sinqeriteti. Njeriu nëse don me u kthy te Allahu xhalla xhelaluhu përmes agjerimit, patjetër se fillimisht do të ketë sinqeritet. Duhet ta agjeroj këtë muaj për shkak se Allahu ja ka bë obligim me ju bind Allahut subhanahu wa taala. Edhe e dyta, kushti i dytë për pranimin e çdo vepre është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë vepër. Për shembull, në rastin ton agjerimi që ka agjeruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo më thonë valla un ka mundësi e shtyj edhe pak mase që të sabah edhe një gjysore, edhe filloj agjeroj pe aty. Ose unë prish një gjysore para vaktit, ose unë ha një shujt vogël dikur mas drekës. Jo. Prej neve Allahu xhalla xhelaluhu kërkon që të agjerojmë sikurse ka agjeruar pejgamberi jon sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ne e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot sa agjerues nuk përfitojnë nga agjerimi i tyre vetëm se urin dhe etjen. E kjo është humbje e madhe. Edhe sa njeriu nuk përfiton prej namazit të tij, cilën e fal çdo natë në Ramazan. Pastaj 10 natët e fundit e shton hala më shumë, krejt ka përfiton prej këtij namazi është vetëm lodhja e tij fizike, edhe nuk përfiton te Allahu xhalla xhelaluhu asgjë. Andaj për të ofruar me agjerim tek Allahu xhalla xhelaluhu do t'i plotësojmë këto dy kushte, e që janë sinqeriteti dhe pasimi i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në agjerim. Allahu xhalla xhelaluhu kur i lavdron njerëz në Kur'an, sahabit thot inna ma kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. I përmend disa njerëz të cilët janë të shpëtuar në dynjë dhe në ahiret e Allahu te baraka wa taala. E që këta njerëz thot Allahu xhalla xhelaluhu kur thirrën te Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam për gjyku diçka, çfarë do gjykimi fetar? E që këto hyn edhe gjykimet që kanë bojnë me agjerimin e Ramazanit, ata thonë sami'na wa ata'na. Kemi dëgjuar dhe ju kemi bind Allahu te baraka wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ramazani quhet përndryshe edhe muaji i pendimit. Po, patjetër. Shumica e njerëzve prej mirësisë të Allahut te baraka wa taala është që pendohen në muajin e Ramazanit. Edhe kjo ndodh për disa arsye, ndërto shumica e shkaqeve pse pendimi është më i lehtë, domethënë krejt dyrt i kanë të hapura. I kanë shkaqet të cilat i ndihmojnë me arrit deri tek pendimi. Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an ya ayyuhalladhina amanu wasawatubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Pendohuni o ju të cilët keni besuar gjithë njerëzit. Krejt besimtar pendohuni tek Allahu xhalla xhelaluhu në mënyrë që të shpëtoni. Pastaj po ashtu Allahu xhalla xhelaluhu pendimin e ka lënë të hapur gjithmonë, jo vetëm në Ramazan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Ai i cili pendohet për çfarë do gjunohet, sa do i madh që është ai, është sikur se ai i cili nuk e ka bë atë gjuna asnjëherë. Kur flet Allahu xhalla xhelaluhu në surën Al-Maida për të krishterët dhe tregon kufrin apo mosbesimin e tyre, thot laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Me të vërtetë kanë mohuar njerëzit të cilët kanë thënë se Allahu është Mesihu, i biri i Mariamës. Pastaj në ajetin tjetër thot laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Me të vërtetë kanë bërë kufër dhe kanë mohuar ata të cilët thonë se Allahu është një prej treve, ose tri gjëra e përbëjnë Allahun. Zoti, i biri i tij dhe shpirti i shenjtë. Allahu te baraka wa taala edhe këta njerëz jashtë Ramazanit, jashtë Islamit, jashtë mezhliseve të muslimanëve, çka i thot? I thret subhanallahu me u kthy me pendim tek ai. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu huwa al-ghafuru ar-rahim. Wallahu ghafurun rahim. Allah është falës i madh dhe pranues i pendimit të njerëzve, mëshirues i madh. Disa kthehen te Allahu vetëm gjatë muajit Ramazan, pastaj disi sikur shkputen, nëse mund të themi. Si qëndron çështja tek këta persona, meqense nuk janë edhe depakt. Ne e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i dashur
i Allahut xhalla xhelaluhu. Njeriu që Allahu mas shumti e ka ngrit, edhe mas shumti e ka dallu, edhe mas shumti e ka zgjedh mesin e njerëzve. Na thanë që Allahu xhalla xhelaluhu është ai i cili krijon edhe zgjedh. Ai edhe pejgambert i zgjedh. I krijon s'pari, pastaj edhe i zgjedh. Dikujt i jep mirësi pak më shumë, e dikujt i jep mirësi pak më pak. Këtij pejgamberit kaq të madh, pejgamberit fundit, pejgamberit cilit ju është shpallja e fundit, Allahu xhalla xhelaluhu i drejtohet me fjalën e tij: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe ti o Muhammed, adhuroje Zotin tënd deri kur? Derisa të vijë ty vdekja. E ne e dim që qëndrueshmëria në fenë Allahu xhalla xhelaluhu nuk është e lehtë. Për ata edhe dietarët kur flasin për kerametën, ndërsa Ibn Taymija Allahu më shëroft, thot a'zamul karama luzumul istiqama. Krenaria apo fisnikëria apo nderi më i lartë është qëndrueshmëria në fenë Allahut te baraka wa taala. Kjo është kërku shpesh edhe prej pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte gjunahet e falura. Për shembull, një herë prej herave Abu Bekri radhiyallahu anhu i vren disa çime të bardha që kanë dalë në flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në mjekrën e tij. Edhe pse s'ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë çime të bardha. Edhe i thot ja Rasulullah, shibt, o i dërguari i Allahut, që në këthinjur. Kjo është pyetjen veti, që në këthinjur, po çka është sebepi, çka është shkaku, pse të kanë dalë këto çime të bardha. E pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam i përgjigjet dhe i thot: "Shayyabatni Hud." Muha më ka bërë të thinjem sura Hud. Dhe përmend disa sura tjera, Al-Waqi'a, Al-Mursalat. Po pse po ndalen te sura Hud? Nga se bashkë në surën Hud është një ajet ku Allah xhalla wa ala e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Fastaqim kama umirt." Përqëndrohu, udhëzoju, në fenë Allahut, ashtu siç je urdhëruar. Çështë ka urdhëruar Allahu te baraka wa taala. Nga se ka pas mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me u përqendru në fe ashtu që kanë pas qef familjarët e tij, ose që kanë pas qef me kast. Kurejsht, njerë që kanë luftu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Ka pas mundësi me u përqendru në fe që kanë dasht jehudët e fisëve që kanë jetu në Medinë. Ka pas mundësi me u përqendru në fe ashtu që ka konvenu munafikëve, njerëzve hipokrita në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelaluhu na mëson neve përmes pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, i cili është shembulltyra më e mirë për neve. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Surën Al-Ahzab Allahu na tregon që shembulltyrën më të mirë kena te pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam. Nëse ai ka pas nevojë mi thon fastaqim kama umirt, udhëzohu, ri stabil në fenë Allahut ashtu siç e urdhëru, çush ka mundësi që unë edhe ti edhe vllaznitë dhe motrat tona mos me pas nevojë me qëndru stabil edhe pas Ramazanit, edhe pas mbledhive të shumta që i bojnë besimtarët, pas gjithë atij namazeve, pas gjithë atij agjerimi. Sa e shfrytëzojmë Ramazanin në këtë rast vetëm për të agjëruar apo edhe për të ndryshuar veten? Po, para se me dalë edhe te kjo pyetje të ndryshimi i vetes në Ramazan, vlen përmendet që Allahu xhalla xhelaluhu kur e përmend qëndrueshmërinë fe, e që njeriu duhet me pas edhe jashtë Ramazanit. E përmend në Kur'an në surën Fussilat një ajet që do të me lakmu se cili prej neve. Thot: "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu." Ata të cilët thanë Zoti ynë është Allahu, e pastaj u përqendruan edhe najtën të fortë mbi atë fjalë. Zoti ynë është Allahu, po ju përgjigjen thirrjeve të Allahut te baraka wa taala. Çfarë ndodh me ta në kohën e vdekjes? Thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Tatanazzalu alejhimul malaika." Atyre i zbresin disa melek. Dhe i thonë atyre: "Alla takhafu wa la tahzanu." Mos u friksoni dhe mos u piklloni. Mos u friksoni prej vdekjes si proces dhe mos u friksoni prej asaj që vjen pas vdekjes. Dhe mos u piklloni për atë që po e lani në dynjë, prej familjeve tuaja, prej pasurive tuaja, prej gjërave të cilat i keni dashur. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dhe ju thonë përgëzohuni, i përgëzojnë besimtarët e mirë me xhenetet të cilat ju kanë premtuar atyre. Dhe i thonë: "Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Ne jemi ndihmëtar tuaj në këtë dynjë,
po edhe tash tutje edhe në ahiret. Nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Si shpërblim për atë qëndrueshmëri që kanë pas besimtarët në fenë e Allahut. Në Ramazan edhe jashti, për ta ka gjithçka në xhenete, çka i don nefsi tyre. Çdo sen që e don shpirti tyre, aty e kanë. Dhe çdo gjë që cilën e kërkojnë, e gjejnë tek Allahu te baraka ve teala si shpërblim për veprat e tyre të mira. Nuzulan min ghafurir rahim, e kjo është një gosti thot Allahu xhalla xjalaluhu për Allahut i cili është Ghafur, falës i madh i mëkateve, edhe është Rahim, mëshirues i madh. Sa i përket pyetjes, a e shfrytëzojmë Ramazanin vetëm ndryshuar veten apo vetëm për ta agjëruar? Po, padyshim që se disa agjërojnë, por nuk është shifë ndonjë ndryshim për të mirë. Po, Ramazani si Ramazan si muaj është mundësia më e mirë për me ndryshu njeri. Nëse njeri nuk ndryshon në Ramazan, unë nuk e di kur ka mundësia njeri me ndryshu. Nuk ka mundësi tjera, po thoni. Ndoshta edhe ka mundësi tjera se mëshira e Allahut është shumë e madhe. Jo madhe. sekond Ramazan. Po mundësi më të mirë nuk ka. Kohë më të mirë nuk ka. Rast më të veçantë nuk ka. Nga se Allahu xhalla xjalaluhu për këta njerëz i lidh shejtan të maspari, i prangos shejtan. E dyta i hap dyert e xhenetit. Tregon që mëshira e tij është tepër më e madhe se sa dënimi i tij apo hidhrimi i tij. Po ashtu i mbyll dyert e xhenemit. Domethënë krejt shkaqet ti mundson Allahu te baraka ve teala që me u afru te Allahu subhanahu wa ta'ala. Është interesant, Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, një prej shokëve të vjetër të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, e tregon një rast që ka ndodhur, edhe tregon pse ka ndodhur një prej ajeteve të surës Al-Hadid. Transmeton Imam Muslimi këtë hadith. Thot: "Ma kana baina islamina wa baina an atabana Allahu bi hadhihi al-aya illa 4 sinin." Thot prej që na kena pranuar Islamin, derisa na ka qortu Allahu me çet ajet në surën Al-Hadid, nuk janë konë më shumë se sa 4 vite. Domethënë prej që një njeri pranon Islamin, para menotash, sot e pranon Islamin, mas 4 vjetëve veç, edhe në çfarë subhanallahu, çfarë kushte në Mekë u kon Abdullah ibn Mas'udi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, veç mas 4 vjetëve Allah i ka qortu me këtë ajet. Cili është ky ajet? Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haq. I thot Allahu xhalla xjalaluhu besimtarëve. Ju drejtohet aty në cilët kanë besu. Thot, a nuk ka ardhur koha? A nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të zbuten edhe të kthehen te Allahu xhalla xjalaluhu, edhe të pendohen kur përmendet Allahu xhalla xjalaluhu, edhe kur përmendet ajo që ka zbrit prej Kur'anit, prej ajeteve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Është mirë na këtu me bëni krahasim, sidomos për njerëz të cilët e kanë pranuar Islamin para një kohë gjatë, ose kanë filluar me praktiku Islamin para një kohë gjatë. Sa Ramazani subhanallahu na ka lënë neve. Na e marrën në mend, për shembull, edhe Ramazanin para 10 vjetëve, edhe para 15 vjetëve. I marrën në mend çato taravije, çato iftare, çato agjërime subhanallahu. Edhe prapë nuk ndryshojnë. 1 vit, 2 vite, 3 vite, 10 vite, 15 vite. Ndërsa ja u ka tërheq vretin Allahu xhalla xjalalu sahabive në kohën më të vështirë, në kohën e fukarallëkut, në kohën e poshtrimit, në kohën kur s'kan pas ndihmtar, s'kan pas pasuri, s'kan pas asgjë, ja u ka tërheq vretin, ka thonë, a nuk ka ardhur koha mo që ju më u kthy te Allahu xhalla xjalalu, edhe mos më u bë sikurse ata të cilëve Allahu subhanahu wa taala u ka zbrit librat, po fatala alehimul amadu faqasat qulubuhum. Ju ka shku koha pak si gat, edhe janë largu, kanë rënë gaflet, edhe në largu për rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala, e pastaj zemra e tyre ju është forcuar. Ne dim që Allahu xhalla xjalaluhu kur flet për disa zemra thotë që ka zemra të cilat janë më të ngurta se sa shkëmbënj të mëdhej. Edhe pse ka shkëmbënj prej cilëve del ujë dhe burojnë ndoshta edhe lumenj, po ka zemra që janë më të ngurta se sa këta shkëmbënj. Elusim Allahu xhalla xjalaluhu na i pastroj zemrat tona dhe të na mundsoj që të jenë të buta dhe të pranojnë të vërtetën kur do herë që ajo të vjen. Pse zemra ndihet me qetë në Ramazan? Në fakt, përveç atyre praktikuesve që falë namaz, agjërojnë në Ramazan, ne kemi edhe ndoshta anëtar të tjerë të familjes që nuk janë pjesë e agjërimit, por janë pjesë e atmosferës së Ramazanit dhe thonë punimi më mirë, punimi më qetë. Po. Fillimisht subhanallahu njerëzit që agjërojnë në Ramazan e bojnë
veprën kryesore për cilën janë kriju. Angazhohen me ata për cilën janë kriju. Edhe shohin që gjithçka është më mirë. Zemra po është më e qetë, familja po është më e qetë, shoqëria po është më e mirë, fjalët po janë më të pakta, po flitën fjalë të mira, po bën vepra të mira, edhe ata që agjerojnë, edhe ata që nuk agjerojnë. Kjo ndikon tek të gjithë. Thot Allahu xhalla xjalaluhu men amila salihan, kushdo që e bën një vepër të mirë, min dhakarin aw untha, prej burrave apo grave, meshkujve apo femrave. Wa huwa mu'min, duke qenë besimtar, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ne do t'ja mundsojmë atij që ta jetoj një jetë mirë, një jetë rahatshme. Amo kush ai i cili ka besu, edhe ka pas bindje në zemrën e tij, edhe ka bo vepra të mira. Këtyre njerëzve Allahu xhalla xjalaluhu ja u mundson të kenë jetë mirë, edhe që zemra e tyre të jetë e qetë. Ne e dim që në Ramazan përmendet fjala Allahu xhalla xjalaluhu shumë. Me gjuhët tona, në shtëpi tona edhe në xhamia tona. Allahu xhalla xjalaluhu thot: "Alladhina amanu", dhe Allahu xhalla xjalaluhu thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me të vërtetë me përmendjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, zemrat e njerëzve zbuten. Po ashtu Allah sjell disa shembuj ku i krahason njerëz të cilëve ja ka mundsu me hy imanin në zemrat e tyre me disa njerëz tjerë të cilët janë në errësira të shumta. Dhe thot për ta: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha." I bën dy shembuj dhe thot: a janë të njëjtë ata të cilët në zemrat e tyre Allahu xhalla xjalaluhu ka vënë nur, dritë, cilët kanë qenë të vdekur, i kanë pas zemrat fillimisht të vdekura, e pastaj përmes këtij nuri, përmes këtij imani, përmes këtij Kurani, përmes këtij Ramazani, ja u ka ringjall zemrat e tyre. A janë të njëjtë këta njerëz të cilët ecin me këtë nur të Allahu xhalla xjalaluhu në mesin e njerëzve, me ata të cilët janë në errësira të shumta, edhe nuk e kanë njët me dalë prej tyre. Pa dyshim që nuk janë të njëjtë dhe kanë dallim shumë të madh. Thot Allahu xhalla xjalaluhu: "Afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin", a ti bëjmë ne besimtar sikurse kriminalët jo besimtar, ma lakum kayfa tahkumun, çka është me juve, si po gjykoni ju në këtë mënyrë. Pra ne e dim që kur të hyn Ramazani, elhamdulillah, mëshira e Allahut është shumë e madhe. Edhe hapen portat e qiejve, mbyllen dyert e xhenemit, siç e përmendëm më parë, edhe prangosën shejtant. Pra për disa prej këtyre arsyeve, njerëz e shijojnë shumë më shumë adhurimin në Ramazan, edhe zemra e tyre ndihet më e qetë në Ramazan. Atëherë Hoxh, padyshim që kemi edhe shumë pyetje të tjera, por kaq kishim kohë dhe hapësirë për ditën e parë të këtij misioni, duke shpresuar që do të takohemi përsëri herave të tjera. Allah ju shpërblet dhe agjend pranuar. Amin edhe juve, Allah ju shpërbleft, ju falenderoj për ftesën edhe lut Allahun xhalla xjalaluhu na bëj të na jap dobi për kësaj çështën. Amin. Të nderuar miq të rretërisë, kaq për këtë emision, padyshim që në vazhdim i presin edhe emisione të tjera, edhe në radio dhe në televizion, kështu që mos ndroni kanalin, vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet tona. Ne takohemi nesër, deri atëherë, asalamu alaikum.